E kishin paralajmëruar kohë më parë e madje kanë ndarë me shikuesit edhe momente nga xhirimi. Bienvenido a México. Bëhet fjalë për Pasaporta, film ky nga regjisori Eduard Grisha. Sinqerisht s'di çka kisha bëu pa ty këtë stem. Kam shumë për zemër. Ky projekt filmik premierën e pati edhe në Prishtinë e ne ju sjellim pamjet ekskluzive. Para mikrofonit të Zoom Undaledi, i cili tha për shtypjet e tij. Vjen shumë mirë, sepse unë në Kosovën e kam gjithmonë në projektet e mia. Edhe dy nga protagonistët kryesorë që kam si te filmi që kam pasur i fundit Sofia, po edhe ky film e kam vajzën e kam nga Kosova, fjalën e kam nga Shqipëria dhe e kisha kusht që para se ta filloja filmin, unë kam bërë shumë audicione në Shqipëri, edhe në Kosovë. Kur Kosovë erdha zbulova Kaunin, vajzën e Adrian Amatoshit, që nuk e kisha njohur përpara, kisha njohur vetëm Adrianën. Dhe nga Adriana thash po shoh edhe Kaunin se mund t'i ketë ngjajt pak, por jo që vetëm se i ketë ngjajt, por për mendimin tim e vetmes që ja ka lënë dikush Adriana, se ja ka lënë Kauna. Ajo që përmend e pak më shumë janë edhe vështirësitë që unë kisha për shkuar në Meksik, sepse Kauna ishte pasaport shqiptar me pasaport të Kosovës dhe gjatë procesit fillit marrë vesh që Meksika nuk e njihte fare Kosovën si shtet dhe kam hyrë gati ilegalisht me Kaunën në Meksik, por e gjithë kjo i shërbej kontekstit filmit, sepse filmi duke i shumë real, edhe aktorët e përjetuan siç e kanë përjetuar personazhet e vërtet nga të cilët unë jam frymëzuar. Më tutje Grisha i renditi arsyet sepse shikuesit nuk duhet ta humbasin Pasaporta, që sipas tij ka një tematik të shkëlqyer e mbi të gjitha i bazuar në ngjarje të vërtetë. Ky film, kur shkojnë njerëzit ta shikojnë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës, kanë për ta gjetë veten aty mbrenda, se nuk ka shqiptar që nuk ka një lidhje me emigracionin, por jo vetëm kaq, ky film tregon një romancë të jashtëzakonshme dashurie mes dy njerëzve që nisen për të larguar nga Shqipëria, pa njohur njëri tjetrin përpara, por gjatë udhimit këta mirë që njohin njëri tjetrin, por vjen dashuri dhe atëherë kur ne mendojmë se kemi kuptuar filmin ndryshojnë aq shumë gjëra nga fundi. Ate ngacmuan pak edhe për ish kolegët, a e kanë uruar ata çiftin Arbana Edi për këtë arritje. Ajo që të them unë që gjithë njerëzit që kam punuar më parë te këta, me ta e kam bashkëpunuar prej gjithë viteve, unë i kam ftuar. Pastaj dikush ka pasur mundësi të vite premiera, por dikush tjetër mund shkoj ta shikoj filmin një ditë tjetër. A ju kam bërë takt paktën? Jo, do më bëjnë sepse filmi sa ka 2-3 ditë që ka dalë. Unë i kam ftuar gjithë, nuk kam lënë njeri pa ftuar, me njerë që kam bashkëpunuar dhe që... Ju hatërmbetje, do të thotë. Jena një vend shumë i vogël, ne nuk jemi si Amerika, ne kur shkoj me ble bukën, takohemi me 10 veta, kështu që nuk duhet të kemi një hatërmbetje gjëra të tilla, ne duhet të bashkëpunojmë, ne duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin për të ecur përpara. S'di çka kisha bëu pa ty këtë stem. Kam shumë për Ky film flet për Edonin dhe Vlerën, që janë dy të rinjë që duan të largohen nga Shqipëria në mënyrë ilegale. Ata lidhen me një grup mafios, të cilët do t'i çojnë drejt Kanadas me pasaporta falso. Edoni dhe Vlera duhet të bëjnë sikur janë një çift. Rruga është plot me peripeci dhe sfida. Ata dashurohen me njëri tjetrin pa marrë parasysh rrezikun që u kanosët. vajzën që nis bashkë. E sigurisht në këtë premierë nuk mungon Edoni famshëm, emri vërteti të cilit është Indri Shiroka, apo i kënaqet syria e tij me produktin final. Më kënaqet shumë kur mendoj sa vështirë ka kanë sa rand ka kanë puna, domethënë sepse kena punu shumë rand, shumë fort. Nuk jam të anku për punën tonë si aktor, se puna jonë si aktor nuk duhet për të anku. Sepse është punë tepër e bukur, por jena lodh shumë, jam lodh shumë sepse siç thash para kush e don këtë punë lodhet. Edhe pra kur e shef të realizuar, thuja ka vlejt. Indri pranon se gjatë xhirimeve pati edhe ca vështirësi që sigurisht u sfidua pak edhe me gjuhën shqipe, duke e ditur që prej kohësh jeton në Itali. Ka unën kuptimi. Në çfarë sensit? Në sensin që unë këtë përsis kam ik i vogël. Unë edhe Shqipen, nuk e flas keq, por
jam rrit në Itali, pra kena pas në fillim pak probleme gjatë provave, jo gjatë xhirimeve, për më kuptu. Unë për me kuptu ka unë, jo ka unë me kuptu mu, se kina slang, është thjesht punë slang të ndryshëm, por vështirësia më madhe ka qenë vështirësia ambientale gjatë gjithë xhirimeve, sepse ka qenë aventurë siç e dini, kena xhiru pak në Itali, pak në Meksik, me andaj në për aviona, në për këto. Ajo pjesë ka qenë shumë stresueshme. Ai më tutje thot se Prishtina priti shumë ngrohtë e bili zbulon se është hera e parë për të që vjen në krye qytetin e Kosovës. Atmosfera e mrekullueshme. Unë kujtoj në fjalët e një mikut tem, sepse i thash do ikin në Kosovë për herë të parë, se unë s'kam kanë kur Kosovë. Edhe gjaja e parë që em tha, Nigella, di si është puna e Kosovës, tha, okej, është qytet i bukur, është qytet shumë nice, por nuk është ajo, por është vibes, është good vibes. Okej, edhe unë në fakt e konfirmoj, më thanë, është good vibes. Indri dhe Edoni, çka kanë të përbashkët? Edoni dhe Indri kanë shumë gjana të përbashkëta, janë emigrantë të dy, janë djemë të mirë, që nuk merren me punë nërshme, po thojmë. Dhe Edoni me Indrin kanë një shpirt shumë të madh, Edoni me Indrin e dojnë shumë nanen, janë shumë të lidhur me nanen e tyne, edhe shumë tjera, po, s'po du me të mërzi. Se nuk po përmban pjesën e lidhjes, a janë lidhje në jetën reale? A jam i lidhur në jetën reale? Kjo është pyetje që unë nuk mund të përgjigjem, sepse i kam thënë vetit jeta private, duhet me të jetë private. Paktën a je i lumtur? Jam i lumtur, po, jam i lumtur, se kam një djalë, këtë mund ta them. Kam një djalë të vogël edhe pra baba më i lumtur në botë. A do doje që ai të kishte profesionin që ti e ke sot? Shiko, disi është puna, po, është e kotë me rajt, por jo. Sepse e di shumë mirë që ky profesion, gjyshi jem që ka qenë aktor, një aktor më të madh shqiptar që quhet Beb Shiroka. Ka kalu gjithë jetën sa e ka pa që pasioni im ishte ky, duke mu lut në gjuj mos e ban këtë punë, sepse kjo punë nuk t'jep me hangër buk. Edhe unë nuk i besosha, sot i besoj. Pra do t'i them besoj të njëjtat gjëra dhe djalit tem, por nëse ai A vlerësohet? Jo. Një në kesh me thanë, por jo. Vlerësohet kështu me këto evente, këto janë nej, po jeta reale është tjetër.